Një skandal politik i cili tregon qartë se sa poshtë ka rënë qeveria shqiptare dhe si funksionon për të rënë pushtetit për të kërcënuar pushtetarët e tjerë ose qeveritarët, ka arritur një pikë sa është bërë dhe publike në media, dhe normalisht kush tjetër përveç se ish kryeministri i Shqipërisë dhe kryetari të Partisë Demokratike Sali Berisha. Në fjalët e tij të mbajtur në foltorën e sotme para kryeministrisë, Sali Berisha paralajmëroi kryeministrin Rama që mercenarët duhet të qellojnë mbi të dhe jo protestuesit e Partisë Demokratike, pa duket qartë që ai ka bërë një kërcënim të hapur me plumba kundrejt Ramës. Në fjalët e tij, kryedemokrati vijoi me akuzat e kryeministrit Rama, të cilin cilëson si kryehajdutin e Shqipërisë, sa theksoi se Rama do të jetë përgjegjës numër 1 i çdo krimi të kryer. Adoleshentë të dënuar në komisariate, Berisha kërcënon oficerët e policisë, do të dëgjojmë se kush je. Pra duket qartë, Sali Berisha nuk është kursyer fare dhe përsëri kërkon një protestë të dhunshme, madje duke drejtuar dhe komisarëve të policëve në dhunë të drejtpërdrejtë. Fjala e Berishës: "Unë i them Edi Ramës, kjo është kryengritje paqësore dhe kjo është zgjedhje, se në fakt ti e meriton çdo variant. Pa diskutim, ti nuk ke legjitimitet, ti je i paligjshëm, ti je një armik i egër dhe në fund do të japim aty çdo gjë që meriton dhe ti do na japësh ne çdo përgjigje. Kryengritja paqësore është zgjidhja jonë, sa të duam ne, jo se na imponon ti. Por mos gabo se në çdo krim, për çdo synim që do u bëhet protestuesve, personalisht do të ketë vetëm një përgjegjës dhe ky do të jetë Edvin Kristaq Rama. Ky jetë kryehajduti i Shqipërisë. Ndaj dhe u them atyre mercenarëve të mos qellojnë për protestuesit, se protestuesit do të qellojnë vetëm mbi ty. Ti do jesh përgjegjës numër 1 i çdo krimi të kryer." Pra duket qartë, Sali Berisha ka kërcënuar drejtpërdrejt Edi Ramën, se nëse preket një nga protestuesit, do të qellohet drejtpërdrejt mbi të. Çfarë mendimi keni ju për të ngjarje? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re të kanalit ton. Ju faleminderit.